Aspektet të cilat afektojnë më shumë ti janë normalisht marrëdhënia që krijon me veten dhe marrëdhënia që krijon me botën aty jashtë, le të themi. Në marrëdhënie që krijon me veten është mënyra se si e percepton veten, sepse trauma në një farë formë ndikon edhe në mënyrën se si ne shikojmë botën dhe se si shikojmë veten. Për sa i përket vetes është mënyra se si ne e vlerësojmë veten, vlerësimi që kemi, mënyra se si ne ndërtojmë të marrëdhënien me veten tonë për të projektuar pastaj këtë lloj marrëdhënie tek bota aty jashtë. Përgjithsisht personat që vuajnë nga një traumë e caktuar shfaqin probleme me vetvlerësimin dhe normalisht kjo lidhet edhe me raportet që krijon me tjerët. Një vetvlerësim i ulët bën vështirë dhe komplikon marrëdhënien. Ndoshta kufitë që vendosin me tjerët janë pak delikate, jo të shëndetshëm dhe jo të lehtësisht të menaxhueshëm. Ndoshta japim më shumë në marrëdhënie ose ndoshta në të kundërt tolerojmë pak më shumë dhe hera herës mund të bijmë pre dhe viktimave të dhunës në marrëdhënie ose në ambiente të tjera ose në raporte të tjera. Pastaj përveç marrëdhënieve që krijojmë me veten, kemi marrëdhënie me botën në sensin në sjelljet agresive që mund të krijojmë, përgjithsisht traumat apo problematikat emocionale që adoleshentët kanë, i projektojnë si jashtëmi duke vendosur marrëdhënie të shëndetshme me të tjerët. Sjellje agresive të janë viktima të situatave që kanë një problematik lartë ose përgjegjësi të lartë penale, le të themi, në krime të ndryshme që mund të jenë hasur, mund të kemi hasur adoleshentë që janë protagonistë të krimeve. Mund të kemi viktima të përdorimit të substancave që janë adoleshentë që kanë prirjen për të përdorur më tepër substanca, ose problematika të ndryshme që nuk janë në kuadrin e një lloj linje të shëndetshme të jetës, ose në rastin tjetër kemi të bëjmë me diagnoza të caktuara klinike ku shfaqen simptomat e para të ankthit, simptomat e depresionit, simptomat e çrregullimit të stresit posttraumatik, ndoshta për të kaluar pastaj edhe te ca faktorë, te ca diagnoza më të rënda që kemi të bëjmë me çrregullimin e personalitetit apo ndoshta edhe më tej në rritje që theksojnë me rritjen. Theksohen këto simptoma, theksohen më shumë kur individët rritet kërkesa sociale, emocionale dhe psikologjike aty jashtë, sepse me rritjen del pak nga zona e komfortit, nga ajo familja që në rastin më të mirë është shëndetshme dhe kur presioni rritet vjen re edhe këto simptoma. Mund të kemi edhe raste për shembull që trauma dhe simptomat e traumës nuk vjen re as në adoleshencë, por ndoshta në një fazë më të rritur adulte, kur kemi të bëjmë me një humbje të punës, kur kemi të bëjmë me çështje martese, çështje divorci, që aty ndoshta vjen më në pa këto tiparet e traumës që kanë qenë në heshtje dhe të fjetura për një kohë shumë gjatë.